kështu që besoj që ka mund të dali më mirë, besoj që ka mund, sepse e pa mundur është gjithmonë vetëm me ndalë dekjen, por unë besoj që kam bërë maksimumin tim, edhe i përgëzoj gjithë lojtar, gjithë banor, për mu po mungon shumë. Po të mungojnë, se disa të spejmuga? Ajo shtëpia po mungon shumë. Shiko, është keq disa që janë fillestar në karrierë, unë 30 vjetë luftoj me karrierë. Edhe me thonë një fjalë, e cilë kam dëgjuar në televizionit tuaj, me thonë kur s'ka mu taku, apo jo, kur nuk du të me thonë kur hiq, dhe më thonë atë fjalë du të me heq. E ke fjallën për lëndrime, fituesi që tha me gjithë kam kontakt Shiko, a nëse ka fituar, unë ja përgëzoj fituarën, po unë ja maj fituarën cilën e kam dhonë, sepse me ato bombat cilën e kanë dalë, edhe pikërisht ajo ishte fituara për atë, sepse fituara ka qenë njerë për Albën, edhe tani gjatë rrugës u prish rruga u bo labirin, edhe tani ka qenë për Elionën, po duke pasu parasysh që cilën ata kanë lobu për gjithë me ata opinionista, me moderatore, me produksioni, ka qenë për mjallon Elionën, por e kam pa që janë gabim, edhe mund me ndalë shumë gabim, edhe fundi allon lundrimit, me qenë se lundrimin e kanë dashë dhe publikut, jemi qartë. Më thonë edhe me qenë se unë kam lubu, se ti po e shtron terrenin e Big Brotherit. Me qenë se unë kam lubu për ludun, sepse e kam pas shok, edhe kena bu një aliansë mëranda, atani a kam meritu me qenë finali. A ka meritu lëndrimi, po jo si pas të jenë? Më falë? A ka meritu lëndrimi, po jo fitoren? Fitore kam meritu vetëm Alba. Kush? Alba Pollozhani. Alba, por Alba ka dalë. Edhe ju e dini që unë kam meritu me qenë finale. Tash, unë me thonë që adhe. Tash ty se si do të shkonin, është diçka tjetër, po të klasin për ata që ka ndodhë. Po të kishim nominu e Gerta dhe Klodin, ata kishim dalë javën në 2, 3, se s'kam pas publik. Po ju roj, qka mendon sot, kur je jashtë kësaj shtëpia, sepse nuk dua t'i kthejmë debatet dhe mënyrën se si është debatuar, për ma tepër ndaj Elionës. Qka ti mendon sot kur je jashtë për Elionën? Unë ju uroj sukses, e meriton, është vajzë shumë e bukur, shumë e vajzë mendoj që ka mençuri, edhe vallaj çdo shqiptari që ka inë mbranda, çdo ne jemi shqip folës, jemi shqiptar, jemi Kosovës, edhe Shqipëria që kanë qenë aty, unë vetëm ju uroj prej të pari deri fund sukses, sepse para të kanë inë mbranda. Dhe nuk kam hatër mbetje me askend. Edhe kam kënaqësi dhe privilegj që t'i takoj, edhe për mu janë njerëz më të mirë që kam takuar. Loja mbetet lojë. Jashtë jemi vazhdojmë me jetë reale dhe jetë dhe karrierë me zhvillu karrierën më tutje. Unë nuk kam keq me askend. Ata që thënë keq për mu, unë i them gabim e kanë sepse mali me mali ka nevoj, dora me dorën ka nevoj. Do thot, unë mendoj që e kanë gabime dhe dëgjova dhe Labinot Haxhiun, cili është djali mirë më duket, edhe mëranda edhe që më ka po shumë dëm që një lajmë cilën a e hedhi një informacion nga jashtë, por e tha që nuk kam dëshirë ku mu taku, është gënjeshtër, a më ka thirë mu bebijem telefon. Bebijem ka thirë me kamera dhe kanë folë me mu. Dhe më thënë, gënjehu, dhe më thënë, por përsëri e them që një djalë i mirë edhe ja uroj karrierë. Unë kam 2 pyetje në cilën dua të ndalim tek Big Brother, natyrisht edhe Ajda do të ketë saj dhe mund ta diskutojmë. Po, por gjithsesi e hap edhe vetë të rinë, është e pamundur për Big Brother. Për muzikë. 2 pyetje i kam. Ti vetë e përshkruave lojën tonë si agresive, dhe pyetja është që pse ti e zgjodhe këtë lojë dhe për më tepër, pse ju riktheve prap kësaj loje në një moment që realisht edhe më pas ndikoj që dvinte situata dhe të dilje nga shtëpia. Unë kur kam dalë, kam pa shumë Klodi edhe shumë veta që më kanë kërcënu, po tani kur kam dalë... Ku të kanë kërcu, brenda? Po se kam pa unë, të më tonë. Kanë kërcu, kanë marrë njës të Lonsa Gjelos, edhe kime pati ku shemi na, edhe kështu, është gjëra tjera, mos t'i cekim. Nuk ka qenë ashtu, dhe më thënë, ajo strategjia ime. Strategjia ime ka qenë mas 3 jave, me qenë pak agresiv, një 2-3 javë. A ti keni sprej ditës parë? Jo, me priti shumë keqë shkurta. Pikërisht, ne ishim këtu në këtë televizion e juaj, i cili ajo më pyeti jashtë, qysh me përfitu prej
prej YouTube-ës, prej Instagramet, edhe unë ja të regova dhe unë ja të regova zemër, flasim, të regoj sikur Sabri Vëzëllau, si një artistë, të thëmë shto kujtë zemër. A kupton, tani, ajo... Dhe pas këtë debat u harrua për 2-3 ditë, dhe... Edhe ajo, kurira, unë më priti me sakica, më priti me, thash, sepse ne shqiptarët, edhe armikun e presim në shtëpi, e mirë presim, edhe armikun japim bukë, shtu me radhë, tani unë vazhdova, kur e pash që ishin kretu, festu, tu najtë, si kur bashe babës, edhe unë janë isa me rinjallë pak, edhe rinjallë, ju e dini që prej hyrjes time, ka njës taman kjo është e vërtet, ka pas një dinamika të reja shumë me hyrjen të A kam bërë edhe unë do njerë gabime, po, pa tjetë që kom Cili bërë është gabime maj mas që ke bërë? Pa bëgjerisht që ku e kam përmend nënën edhe motrën Lelionës, aty vërtet ndjem shumë i penduar edhe ndjem shumë keq, sepse nuk ka pas nevoj mu varzisht ajo historie e saj, a ka gëny, apo nuk ka gëny, nuk është e imja, mi thonë asaj, sepse historinë asaj ju e dini që të gjithë kemi qajtë, edhe është e dhimbshme historia e saj.